Një moshuar rreth moshës 89 vjeç është gjetur i pa jetë mëngjesin e kësaj të marte në Lungomare. Sipas edhe komunikatës së policisë së Vlorës, ky person është gjetur i pa jetë përgjatë momentit që ka tentuar për të futur në det për t'u larë. Më pas është evidentuar i mbytur nga kalimtarët, të cilët kanë lajmëruar efektivët e policisë. Ata kanë mbritur në vendngjarje ku po nisin hetimet për këtë rast, teksa kanë marrë edhe të gjitha provat nga vendi ku u ndodhen momentalisht. Sipas burimeve nga policia e Vlorës, 89 vjeçari vuante nga skleroza. Sipas dëshmimtarëve të rastit, të cilët e kanë parë në deklarimet e tyre të pyetur nga policia, kanë thënë se 89 vjeçari është futur në det. Ka qenë duke ecur në Lungomare, teksa ka zbritur shkallët dhe është hedhur në det për t'u larë. Aty më pas është mbytur. Ka qenë fillimisht një peshkatar i cili ka identifikuar trupin e pajet. Ai më pas e ka nxjerrë trupin e pajet në Bregdet, teksa ka lajmëruar edhe Blut e Vlorës, të cilët kanë bërritur më pas në vendngjarje. Ka qenë e pamundur dhënia e ndihmës mjekësore, pasi kur ka mbritur policia dhe ekipi mjekësor, i moshuari prej minutash kishte ndëruar jetë, ndërkohë që rasti në fjalë e kanë parë edhe disa kalimtar, të cilët në Lungomare bëjnë ecjen e mëngjesit, që kanë dhënë dhe ata deklarimet në polici. Për të rast, policia e Vlorës në komunikatën zyrtare njofton se sot, rreth orës 7 të mëngjesit, në zonën e Lungomares, dyshohet se është mbytur në det shtetasi SH, 89 vjeç, banues në fshatin Dushkarak. Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit, thot në rrëtjera policia. Nuk dihen ende arsyet që i moshuari ka ardhur në Vlorë, pasi ai ishte banues në një fshat të Selenicës në Dushkarak. Dyshime ka se mund të ketë zgjedhur këtë mënyrë për t'i dhënë fund jetës. Trupi pa jetë i 89 vjeçarit është përcjell më pas për në morgun e qytetit. Trupi i është nënshtruar ekspertizës mjekologjore, e cila pritet të japë verdiktin e saktë për të ngjarje. Provat në vendin e ngjarjes janë marrë dhe policia e Vlorës po punon për dokumentimin e plotë të rastit në fjalë.